Rikthemi në studio dhe në këto momente do të jemi në bisedë të nderuar teleshikues, sikurse edhe tham në krye të këtij emisioni këtë mëngjes kemi zgjedhur të flasim për fushatën e vaksinimit kundër bruçelozës tek të imtat që ka ndërmarr Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Në bisedë me ne këtë mëngjes është drejtori i shërbimit veterinar në Ministrinë e Bujqësisë, zoti Altin Telo. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe sërish në aktualitet përmes shtëpisë. Zoti Telo, ka nisur tashmë prej disa javësh fushata e vaksinimit kundër bruçelozës. Si ju duket ecuria e deritanishme e kësaj fushate dhe cilat janë të dhënat për rrethet të ndryshme? Aktualisht janë gati 5 javë që ka nisur fushata, kuptohet nuk ka nisur njëkohësisht në të gjitha rrethet e vendit, por deri më tash janë vaksinuar afërsisht 1.4 milion krerë timta. Nga një popullat bazë që ne kemi afër 2.5 milion. Do thonë është bërë diçka më tepër se 50% e tufës. Nga kontakte që kemi pas, ne jemi në kontakt vazhdueshëm, marrë informacion të përjavshëm. Java që kaloi ka pasur një ulje të ritmit për shkak edhe të motit me reshje. Por të gjitha parashikimet, planifikimet që janë bërë flasin që përpara mbylljes së muajit qershor do të përfundoj në pjesën ndërmuese. Ndërkohë, do të ndalemi pak tek një shqetësim që ka lindur gjatë fushatës vaksinimit. Është ngritur një problematik kryesisht mediatik, duhet theksuar, që vaksina mund të jetë e dëmshme për konsumatorët të cilët konsumojnë qumësht. A ka rrezik real që bruceloza të përcillet nga vaksina më pas tek kafshët dhe në fund në finale pra tek njeriu, tek konsumatori? Unë e kam sqaruar dhe në dalje të tjera publike, unë dhe kolegët e mi, vaksina nuk ka absolutisht asnjë rrezik, është thjesht një interpretim i gabuar cilin e bëjnë kolegë gazetar. Fryet mediatike. Dhe që mbështetet thjesht në një shënim që është në etiketën e vaksinës, por që nuk gjen mbështetje as pak qoftë ke udhëzimet fletudhëzuesi që shoqëron çdo kuti të vaksinës, dhe elementi tjetër është që të gjithë informacionet që kemi, sepse vaksina është regjistruar në Shqipëri, ka një dosje voluminoze, e cila kontrollohet përpara regjistrimit, i gjithë informacionet që përmbahet në këtë dosje, të gjithë të dhënat nuk tregojnë absolutisht për asnjë rrezik që shtami vaksinal të kalojë në qumësh dhe të paraqesë rrezikshmëri për konsumatorët. E kam theksuar dhe më parë, kjo është një vaksinë për të mbrojtur kafshët dhe do të mbroj kafshët, nuk do të shkaktoj sëmundje te konsumatori. Dhe çfarë konkretisht është keq interpretuar nga ana e mediave? Çfarë është? Etiketa vaksinës ka, në etiketë është shkruar që nuk lejohet të kryhet vaksinimi në kafshët barsa dhe gjatë periudhës laktacionit. Dhe keq interpretimi ka të bëjë me këtë pjesën e periudhës së laktacionit. Por kemi parasysh që vaksina është një vaksinë që vetë prodhuesi e këshillon për vaksinimin e kafshëve të reja, të remontit, të cilat nuk janë periudhë laktacionit. Njëkohësisht në krahun tjetër, dhe ky është qëndrimi i prodhuesit që është mëse normal. Njëkohësisht në krahun tjetër, po prodhuesi në dosjen që ka paraqitur, me të gjithë të dhënat shkencore, studimet, provat që janë kryer, ka treguar që kjo vaksinë nuk paraqet asnjë rrezik tek kafshët nëse përdoret gjatë laktacionit. Dhe për vendet të cilat kanë situatë të panjohur për sëmundje, domethënë ku kanë përhapje të sëmundjes dhe kanë ende probleme me kontrollin e lëvizjeve, vaksinimi masiv është më i miri. Janë hedhur idera për fat keq, domethënë thash, nga kolegë gazetar, por edhe me ndonjë mbështetje të ndonjë personi nga mbrapa që thjesht ka bërë këtë interpretim, që kjo nuk është periudha më e përshtatshme. Kjo është periudha më e përshtatshme, sepse nëse neve kryejm vaksinimin gjatë periudhës së bashkëmërisë dhe ose në fillim të ndërzimit, që ne pjesa dërmuese, domethënë tufave, fillojnë ndërzimin në fund të qershorit dhe gjatë muajit korrik, kjo është më e rrezikshme sepse shkakton dështime tek kafshët, shkakton eliminim të shkaktarit mas dështimit në mjedis, mundësinë e infektimit më të madh të njerëzve. E qartë, a jeni ju të gatshëm që t'i ballafaqoni të dhënat tuaja me ekspert, veterinar, specialist fushës? Dhe ndalemi pak se si ka qenë, si vijon të jetë gjendja e vaksinimit në rrethet të ndryshme të vendit. Thash, të gjitha të dhëna, domethënë shkencore,
studimet e ndryshme, të dhënat që ka bërë vetë firma, sepse dosja, flitet për një dosje, po janë të paktën 2-3 vëllime të plota të cilat janë paraqitur në momentin e regjistrimit dhe që janë shqyrtuar gjitha. Dhe të gjitha këto janë të dhëna shkencore, studimet e njerëzve që ja kanë kushtuar jetën e tyre pikërisht kësaj sëmundje. Në këtë aspekt ne kemi të gjithë informacionin e duhur që të vërtetojmë që kjo vaksinë nuk paraqet asnjë rrezik. Në lidhje me rrethet e ndryshme, pyetjen tuaj, informacione marrim edhe në nivel rrethi dhe nivel qarku, kryesisht e ndjekim me qarqet, ka qarqet të cilat kanë ecur goxha mirë, janë drejt përfundimit, do të përmendja qarkun e Korçës. Njëkohësisht ka qarqe të tjera të cilat për arsye sepse kanë pasur ka pasur përplasje të punës edhe me një fushat tjetër vaksinimit të përvitshëm që ka një afat kohor, do të thënë kanë filluar më vonë, por që të gjitha janë domethënë duke ecur relativisht mirë. Thash, javën e kaluar ka patur një ulje të ritmit për shkak të kohës. Por pjesa tjetër domethënë nuk ka pasur. Dhe në elementin tjetër domethënë neve kemi pasur raste shumë sporadike, shumë të rralla të refuzimit të fermerëve për të kryer vaksinimin. Qartë. Si është proceduar deri tani, nën kuptoj në këtë pjesë kushtet teknike, pasi në mos gaboj, kjo është një mënyrë për aplikimit e re, apo jo, e pikës në sy, a veprohet sipas përputhjeve, kushteve standarde nga ana e fermerëve dhe veterinerëve? Ne kemi gati një vit që jemi përgatitur për këtë fushat dhe janë disa element të ri që janë përfshirë. Njëri do thosha është ana dokumentare. Ne kemi kushtuar shumë rëndësi pjesës dokumentare të dokumentacionit, ku janë përfshirë një sër dokumentash, do të përmendja certifikatën e vaksinimit që lëshohet nga veterineri në momentin që kryhet vaksinimi, ku jepet kodi fermës dhe në të gjitha fermat i kemi të koduara, ka një numër unik, kemi numrin e kafshëve të cilat janë vaksinuar dhe nëse kanë mbetur kafshë pa vaksinuar për arsye teknike, të cilat nuk mund të vaksinohen. Kemi miratimin e fermerit. Çdo veteriner në momentin që do shkoj në fermë për të bërë vaksinimin e kafshëve, merr miratimin me shkrim nga ana e fermerit që fermeri njofton që nuk kam kafshë barsa. Dhe kemi dhe këtë formularin tjetër për cilin ne kishim përgatitur një numër shumë të vogël formularës, domethënë të refuzimit, në rastet e refuzimit, ku përsëri fermeri është i lirë që t'japi dhe arsyet e refuzimit, të cilin nga informacionet e mia, domethënë pothuajse nuk është përdorur, domethënë rastet janë shumë sporadike. Biles në krahun tjetër, domethënë ka pas dhe informacione të cilat ne jemi në proces verifikimi, që ka pas tentativa për të blerë ose për të qitur këtë vaksinë. Dëshiroj të theksoj që vaksina është falas, mbulohet e gjitha totalisht nga Ministria e Bujqësisë në kuadër të një projekti Komunitet Evropian dhe njëkohësisht dhe puna veterinare për bërjen e vaksinës është e gjitha që mbulohet nga Ministria e Bujqësisë. E rëndësishme është që edhe vaksinimi po kryhet sipas kushteve dhe përputhjeve të duhura pra nga fermerëve dhe veterinarëve. Kjo është pjesa dokumentare. Në pjesën tjetër që është prapë domethënë e rëndësishme është që ne kemi respektuar zinxhirin ftohës, që nga momenti i parë domethënë kur vaksina është depozituar në dhomën frigoriferike, që është një institut në sigurisë ushqimore dhe veterinarisë, dhe gjatë gjithë zinxhirit domethënë shpërndarjen që ne kemi bërë në çdo rreth ku vaksina është shpërndarë në temperatura frigoriferike, është depozituar në frigorifer dhe po kështu të gjithë veterinerët që janë përfshirë në këtë fushat vaksinimi janë pajisur me kuti ftose me cilën domethënë kryejnë vaksinimin. Pra kemi respektuar zinxhirin ftohës në të gjithë pikat. Besojmë që kjo do t'japi rezultatet e veta domethënë dhe këtë cilësia punës. Njëkohësisht neve në krahun tjetër do të bëjmë dhe kontrollin e të gjithë veterinerëve që kanë kryer vaksinimin, domethënë për të parë nivelin e mbulimit e imunitetit në tufë. Nuk do të ketë asnjë veteriner i cili është përfshirë në fushat vaksinimi, i cili nuk do të kontrollohet për cilësinë e punës. Mirë, do të shkëputemi në këto momente për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe më pas do t'i rikthehemi më njëherë bisedës në studio me ftuarin.